Një 29 vjeçar përfundoi në prangat e policisë së Shkodrës, e cila finalizoi operacionin e koduar Border 5. Ky shtetas ndihmonte emigrant nga vende të treta që kundrejt pagesës prej 500 eurosh të kalonin kufirin në mënyrë të paligjshme. Shërbimet e policisë kufitare në baza dhe të informacioneve të siguruara finalizuan këtë operacion duke arrestuar Oltion Çeçën, 29 vjeç, banues në Fushkruj, për veprën penale të ndihmës për kalim të paligjshëm të kufive. Nga hetimet dyshohet se ky shtetas i ndihmonte emigrantët nga vendet e treta, të cilët hynin ilegalisht në Shqipëri e më pas synonin të kalonin në Maltëzi duke i transportuar me automjet kundrejt pagesës prej 500 eurove për person. Në momentin që u bë shenjë për të ndaluar nga punojësit e policisë, ai tentoi të largohej, por pas ndjekjes për disa minuta u bë ndalimi dhe shoqërimi i tij. Nga verifikimet e mëtejshme rezultoi se ky shtetas ishte i shpallur në kërkim nga Komisariati i Policisë numër 7 në Tiranë, pasi prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë kishte dërguar urdhrin për ekzekutimin e vendimit penal të kësaj gjykate për caktimin e masës së sigurisë arrest në burg për veprën penale, largim nga vendi i vuajtjes së dënimit. Vijojnë hetimet për dokumentimin e plotë të kësaj veprimtarie kriminale, si dhe për identifikimin dhe kapjen e shtetasve të tjerë që mund të jenë të përfshirë. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë për veprime të mëtejshme.